Nuk ka ngjarje që ka prekur më shumë zemrat e shqiptarëve se sa ajo e Bleona Matës. Mamaja saj prej 15 vitesh pret që t'i bjerë dera dhe bia t'i kthehet në shtëpi për t'i treguar më pas çdo gjë që i ka ndodhur. Por deri në këtë momente asnjë lajm nga Bleona, edhe pse tashmë ajo është një vajzë e rritur, por e marr padrejtisht nga gjiri i familjes. Ashtu sikurse familja pret një lajm të mirë për të bijën, edhe çdo shqiptar dëshiron me zemër që kjo pritje të marrë fund sa më shpejt dhe misteri të zbulohet. Megjithatë, së fundmi ka dalë në dritë një tjetër fakt që mund të zbardhë të gjithë ngjarjen dhe kjo situatë ka vënë në lëvizje edhe shtetin gjerman. Së fundmi, një zotëri me inicialet DK ka dhënë një informacion në polici për lëvizjen e Bleona Matës. Ai ka thënë se Bleona nuk ka humbur, por është marrë nga personat të zonës. Fillimisht është dërguar në fshatin Llakatun të Vlorës tek një çift që nuk mund të bënin fëmijë. Më pas, çifti ka lëvizur drejt Greqisë së bashku me Bleonën, por vitet e fundit kjo familje është vendosur në Gjermani. Kjo dëshmi e re rihap hetimet për këtë çështje, duke qenë se në dëshminë e tij personi ka dhënë emrin dhe mbiemrin e çiftit. Tashmë policia gjermane ka nisur kontrolle të imtësishme për të mësuar vendodhjen e këtij çifti. Në momentin që do të përcaktohet vendodhja, pritet që t'i bëhet një kontroll në banesën e çiftit. Më pas, do të kryen verifikime për të parë nëse emri i vajzës është i ndryshuar ose jo. Shpresojmë që së shpejti pritja e familjes të marrë fund dhe të ketë një ribashkim që nuk po e pret vetëm familja, por të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen.